Ditët me diell të fillimit të marsit I kanë lënë vendin rresheve të shiut që u rikthyen në Kukës duke sjellur problemet e vjetra në rrugë me rënje guash dhe dherash të cilat u larguan nga kompanitë mirëmbajtëse. Si pasojë e rresheve në gjinajt e Hasit një automjet doli nga rruga, po fatmirësisht pa pasojë për drejtuesin e mjetit, I cili ishte vetëm dhe pa pasagjer. Rreshet janë të mirëpritura për përmirësimin e situatës së trike në kaskadën e Drinit, pasi për shkak të mungesës së rresheve të shiut dhe dëborës, ka pasur rënje të nivelit të ujit në Fiers, ujëmbledhësi më I madh në vend, nga ku varet edhe prodhimi I energjisë elektrike në vend. Aktualisht niveli I ujit në liçenin e Fierzës, sipas burimeve dhe të dhënave nga eci I Fierzës, është 266 metra mbi nivelin e detit dhe përuret nga dy lumenjt kryesor Drini Bar dhe Drini Zi janë të pakta deri në 80 metra kub në sekond. Hidrocentrali I Fierzës gjatë kësaj periudhe pareshje ka punuar me turbina të alternuar për ruajtjen e rezervës ujore, por gjithashtu edhe nga importi I energjisë elektrike. Aktualisht Fierza punon me 3 turbina nga 4 që ka gjithsej. Kujtojmë se viti I kaluar nuk ishte I mbar për prodhimin e energjisë elektrike. Nga gati 8.8 milion megawatt orë gjatë 2023-shit, hidrocentralet prodhuan rreth 7.8 milion megawatt orë energji në 2024.